La taqnatu min rahmetillah. Thuja Muhammed, o i dashur, o robët e mi, ju të cilët mbrenda vitit ndoshta jeni habitën, jeni dalltis mas dunjajës, se po e shohmi edhe vetë ndonjëherë po na mund, ndonjëherë po habitën, po dalltismin e ka ana joni i them. Kur habitësh mas dunjajës, vëra po aqe, vëra po këto, mirë po dunjaja nuk ka qosh për Allah, kushtën e ka zanën, as unë edhe ti jo. Allahu thot, robëve të vetë, këto i drejtohet edhe ti drejtohet edhe mund drejtohet. La taqnatu min rahmetillah. Mos hundni shpresat prej rahmetit, mëshirës Allahut. Dhe thuni, elhamdulillah, se po vjen edhe Ramazani, lani zemrët tuaja, lani qëllimet tuaja, lani zemrët prej gënjeshtës, lani zemrën tuaj para se me arë Ramazani prej gibetit, prej fitness, prej thashetfana, që Allahu nuk është razi, lani zemrët tuaja para se të vene muj i bekun, dhe shpërndani dashurim mes njerëzve. Para te ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me një hadith prej haditheve të tij. Lan tadkhulul janna hatta tu'minu wa lan tu'minu hatta tahabbu ala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum qalu bala ya rasulullah. Nuk hini në xhennet përderisa nuk besoni Allah. Dhe nuk e keni imanin e plot, besimin, përderisa nuk keni dashurinë mes veti, nuk u duheni mes veti. Nëse keni urrëqe, se keni imanin e plot, ato një që të regoj si mund të plotësohet imani, që ta keni imanin, ta keni besimin në Allah, dhe vërtet i kanë thënë bela të Resulullah, po i dashur e Allah, po pejgamberi Zot. Tha Muhammed Mustafaja, alayhi salam, tha ifshu salame bejnekum, jepni selam, përshëndetu në zvejt, shpërndani selami, se selami është e Allah, është të ardhën në Ramazani, thuj elhamdulillah o Zot, elhamdulillah që po ma mundëson me emri inshallah Ramazani, na ka pun me emri se kjo, nuk ka pasha Allah. Për gjithë shka, thuj elhamdulillah ala kulli hal. O Zot, ti të falenderoj për gjithë shka. Për gjithë shka ti të falenderoj. Se ndonjëherë mundet edhe të jetë e vonë. Për atë, besimtari nuk do të aprite mozët Allah derisa bëhet të vonë. Thuhet, pas ka vdekën një djalë, dhe ka pa vetën që ka vdekën, mirë po, pasi ka vdekën, ju kanë afru familja të kajtën afër, a i pas ka thanë, o edhe njëherë me këtherni në dunja, këtherni se ditë që ka bëjnë, se s'kam ditë mu falë, s'kam ditë me u gëzuv, se po vjenë mu i shenjë të Ramazani. Sahabët, radiallahu ta'ala në me zhmejnë, Allahu kofti knashër me ata, 6 muaj përpara u pregaditshim për Ramazan, po vjen muaj beku. Po, ty i thonë, këthemni edhe njëherë se ka më bojnë mirë, me lakë që ka më bojnë. Ata nisin e qojnë të gjamia, ja lojnë gjenazën, e pregaditin me qepim, të thonë a i këthemni. Thotë, morën qumë të vorë, unë e i thonë, këthemni për i zatë zotë. Më shluë të vorë për i thonë, mos më mbuloni përse, këthemni edhe njëherë se ka më bojnë njëri mirë. Thotë, për një moment, të ma hudhë dhevin në biftirën time, për të ju thonë ative këthen, tha kur kishtë qenë spitalis mu, kur njëja i motra në dhomën e spitalit, thotë, që në gati se për jenë mjeku në vizit. Thotë, kur janë që ka hi mjek në vizit, me anqit diagnosën, qëfar kam? Tha, vetëm kam ra prej kravatit në tokë, edhe kam ra në sjesë, dhe tha shosë, zotë, elhamdulillah. Që gjithë që s'pas në vdekë, se kishë bërë në ndërsi, po vdesë, ty i thonë, këthemni edhe nërë, kur i ka dalë gjumi dhe ka pasë e është në ndër, ka thonë, elhamdulillah, o Zot. Allah që ka thotë, kul elhamdulillah, o musliman, o besimtar, për gjithë shka kul elhamdulillah.
Se Allahu tonë. Dhe pastaj, çfarë ja kemi borxh ne vetës me thanën elhamdulillah o Zot që na ke bën pjesëtar të ummetit të kujt? Të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Elhamdulillah o Zot që jemi ummeti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ummeti ati që ka bën dua për ne. Ummeti ati që është lutën për mu dhe për ti. Dhe ka bën dua të Zot, i ka thënë ja ummeti, o Zot, fali ummetin tënd. Përderisa ka shku Gjibril alayhis salam i ka thënë ja Muhammed, i mërzitur dhe duke kajtën Muhammed Mustafaja, ka Allahu ka thënë, edhe ai mësmirë ti e di, ja Gjibril, shko, çka ka? Pse kanë robi Allah? Pse kanë i dashur